Në pjesën e parë të hashtag Gjesit e kemi të ftuar selektorin e Kosovës në handball për gjinin femrore, Agran Shabanin, me cilin do të flasim në detaje për ndeshjet e radhës së kombëtares së Kosovës në handball, e gjithashtu edhe për jetën e tij mes Kosovës dhe Luksemburgut. Për gjithçka, unë po i them mirëmëngjes zotër Shabani, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët. Mirë. Çu jeni? Mirë, faleminderit. Çu po ecën punë? Ja fillojmë episodit, do shqyqojmë. Sot pas këtë me fillu me stërvitjet. Jena të kompletume, po ma do t'ja fillojmë sot me stërvitjet. Mas pari du me të pyt, jeni përsani mëngjese që zgjojeni gjithmonë herët? Po mëngjesin, qohëm herët, pregaditëm, normalisht djetën privatet, shkojnë në punë, po këtu ka obligime tjera si sportist, jemi vajzat, pregaditja për stërvitja, mbas stërvitja në analizat, edhe dita kështu shkon, më thonë, e kompletume, si e thonë. Keni arë prej Luksemburgut, se përmenda që vishjeton një atje, kërë që keni minajt e Kosovë, peshjani kështu përveç punës, po unë një edhe me pushu ka pak? Normalisht, se e kom familjen këto edhe e shijojmë edhe pushimi pak, se sa ato kuda, ato obligime që kem sportive, po e rjepëm edhe një pjesë tjetër ku të shijojmë mas obligimeve sportive dhe pak jetën private, me familjartë. Me thonë atë normale për Kosovë nuk e di atë merë se për vishë e bëllë shpesh. Edhe vi shpesh për më jenë molli gjithë, se këtu, kena linë këtu, kena jetu këtë edhe shteti jonë është. Sa vite u bënë që po jetoni në Luksemburg? Une që 33 vite jetoj në Luksemburg, e 2 vite më parë është edhe në Gjermani, dhe me thonë që 35 vjetë jashtë shtetit. 35 vjetë jashtë Kosovës. Jashtë Kosovës. Po ndohani me pak masivisht po ngërbet, masivisht po folin për këtë pjesë, ndohani me pak me nga të regu pse e le Kosovën, çka ndodhe që më shku jashtë? Në atë kohë, ku ishim këtu të angazhumë si sportistë në Kosovë, e kena pas jetën si djetë edhe na, shumë mirë, po ja filluan trazirat, e na si sportista i mbyllën salla sportive, në atë kohë okupatori serb, edhe u dykë me kërku ndë një zgjidhje tjetër me dalë se pasion e kisha sportin, e dojshë handballin, edhe dojshë me të arritin një shka. Këtu s'pat mësi, edhe aty erë mësia që më shku në Gjermani, si ligë profesionalet luj një 2 vite, pe në Gjermani të shikaloha në Luksemburg, ku jetoj, atje s'ka profesionalizm, po jom pësum, punoj, jetoj, edhe kështu. Mandej të ardhë oferta që me punu dhe për Kosovën, a? Po, para 8 vite, nderi Izet Gjenov, se sekretari i federatës, si ka dhonë në la në kohët fundit, ma afroj, tha, kam dëshirë të vjenë në Kosovë, ftesa e Kosovës, dhe me thonë, ishte një knasi që e pa përshkruar, thash po me njerë dhe është do të vi, se kam dëshirë një mu shtetit e në gjithë aspekt. O sa mirë që në këtë mënyrë kontriboni edhe për Kosovën, vendin e juj, edhe pse ju vjen ma shpesh më ardhë edhe për qef edhe për punë. Tashma, sot e përmendet që nisën stërvitjet në handball për gjinin femrore, të regam kur është ndeshja e parë? Po, mram disa vajza kanë ardhë, po faktikisht në shumicën lejtarëve kem nga diaspora, edhe i presin të vini kanë posë obligime sportive që i kanë posë ato, nga që është normale. Normalisht sot mëngjes vinë disa dhe sot mazit dhe kompleto ekipi, ku ja fillojmë edhe stërvitja. Kena fillu mbram stërvitje, po ja fillojmë edhe stërvitje me matë kompletume. Utojnë atë mërkurën mëngjes, dhe më thonë, për Finland, ku do të luhet loja parë. E këthejmë të shi me datën 6, e me datën 8 luhet loja 2 në Kosovë. Qysh po qëndran Kosova në handball? Kosova ka, du më thonë, këto 8 vite, për thomë, kena rritë suksese shumë të mira, edhe 2 në ashpa si ekip kolektive ma e mira në Kosovë, në atë kategorinë e femrave. Kena për rezultate të hatashme, kena mujtë ekipe që tash momentarisht po luajnë në kampionate botërore, si Ishut, Ferone, Belgjikën e shumë ekipe tjera, po të thënë atë pak problemi ndrimi gjeneratat, martesa, familjare ato është. E tash momentalisht jena ndrim gjenerate, po shpesoj që do të arritim të shkojnë në drejtim si ko dhe më përpara. Po ka interesim të femrave për handball? Ka, po mundohme edhe ma shumë e po interesime. Federata po angazhohet me disa projekte shumë të rëndësishme, dhe me thonë për i një sa ma shumë të hynë në salë, mos jetën e për rrugë, edhe shpesoj që arritim qëllimin. Për shembull për krejt
ato gjenerata të reja që përna shojnë për momentin, edhe e kanë qef sportin e handballit. Qysh janë mundësit për më u bo pjesë? Mundësit janë shumë të thjeshta. Ka ekipa në çdo qytet që ka ekip të handballit, do të vetë më paraqit. Do me pas pasion, për ka nevojë për mosha e caktuar të ka mosha, pej moshës, domethënë mund të më afillu pej moshës 10-11 vjeçare këtu në Kosovë, në për shtete tjera, në për evropiane, normalisht ja fillojnë shumë herët, por na se kemë atë mundësi se nuk janë infrastrukturën se kemë çfarë zhvilluar, që me pas sallat mjaftueshme, po sa duku do, kanë mundësi pej 13-14 të angazhohen për ekipe në barë Kosovës, të ushtrojnë edhe dal nga dal në ato procedura që janë pionere, juniore deri te ekipa e parë. A është vonë për shembull kushdo që do më nis, a është vonë ndonjë mosh kur do më nis me lut handball? Vonë sokur. Unë për vetë ja kam filluar me moshën 16 vjeçare, ka dikur që ja ka filluar më vonë, kur ki pasion edhe domethënë edhe i ki atë bazën e parë sportive, nuk është vonë kur. Mos pojmë tash deri në 40 vite apo 50 vite, po 23-4 vite më mërmendet që ka mundësi të rikthehen. Kur e ka atë pasion e sportit, ka mundësi më kthy. Ka sportistë shumë të mira në handball Kosova? Ka pas, më thonë, kina pas të gjenerata më përpashme që ishte, kina pas shumë lojtare shumë të mira, që kanë bërë pjesë në për elitat evropiane, si Danimarka ka është kampion botror, Suedi në gjitha vende tjera, që me vërtet kina pas, si thonë atë në aspektin, Kosova ka pas atë mundësi që me shfryzu ato lojtare për një kohë. Po tash kemi edhe lojtare tjetra që kena 2 mota të qoraj nga Norvegjia, domethënë shumë mirë që kena këto vajzat kosovare që janë duke jetuar në shtete të jashtme, po prapë Kosovare kanë marrë dëshirën të luajnë për Kosovën, edhe po na ndihmojnë shumë. Duke mos i harruar edhe këto vajzat kosovare që dita ditës po shtohen edhe po dërgojnë për shtetin e vet. Ndërsa për shembull tu e krahasu me sportet e tjera, si në futboll ose në judo, që dalin sportistët dalin në pension, ndoshta pak më herë në një moshë. Handballi ka ndonjë moshë të caktuar kur duhet me dalë në pension? Po, më këtë vorën nga struktura sportive. Bis ka mundësi që deri në 30-35 vite që luajnë lojtarë. Ma thonë ashtu, po te femrat po thonë është pak ma problem, se është familja, ajo mënyra biologjike që thonë, martesa, fëmijat, edhe shumica e lojtarëve treken nga sporti. Ka që nuk thehen pastaj? Për fat keq, momentalisht këtu në Kosovë kemi atë problem. Që nuk thehen, rikthehen, po është e me krahasu me vendet e tjera europiane? Vendet tjera nuk, domethënë ka shumica që rikthehen, edhe se kanë kulturë më ndryshe, domethënë është pak më ndryshe se te ne. Po me këshira hëllë shumë ma mirë me u kthy se edhe merresh në sport, edhe merresh me Shumë e vërtet, po shumë e vërtet se merr fëmijën edhe fëmijën të she e angazhon në atë drejtim. E vërtet është, po ndoshta ndryshon. Shpresojmë që ka ndryshuar edhe kjo. Shpresojmë se ka ndryshuar shumë e asenet kanë ndryshuar në Kosovë, dhe shpresojmë që edhe aty në drejtim do të vjen një anë pozitive. Flasim pak edhe për rregullat e handballit. Qysh është një lojë e handballit, qysh luhet, qysh janë rregullat? Loja është e mbodhe në 6 lojtarë në fush edhe 2 portierët. Domethënë se çdo ekip ka 6 lojtarë dhe 2 portierët. Ka lojtarë rezervë. Fusha është 40-20. Është një korridor, domethënë që lejohet me hyrë lojtarë, po portieri ka korridorin e vet. Domethënë 6 metrash është i portierët. Aty lojtari s'ka drejt me hyrë me top ose pa top s'ka drejt me hyrë në zonën e portierëve. Luhet domethënë si sulmi si mbrojtja, sikur në basketboll, domethënë gjithë sulm, gjithë mbrojtje. Edhe kështu. Është i vështirë si sport me mësu? I vështirë është pak si sport me mësu, edhe është sport shumë i rrezikshëm. Ka lëndime se ka kontakte shumë lojtare me lojtar. Domethënë shumica e ekspertëve që kanë konstatuar se ndoshta është më i vështirë se boksi. Te boksi e din si ka po vjen e rame, po, atë handballi nuk e din ka vjen rame. Është pak se je domethënë je me top, edhe nuk e din ka kundërshtari ku vjen me dorë. Është pak më vështirë. Juve ju ka rap shumë me u lëndu ndonjëherë? Ka lëndime që kena pas, po, mirë. Ka lëndime. A janë shëru ato lëndime? Janë shëru, dojë ose janë shëru, po. Kanë met, po vazhdojmë atutje. S'po ndalem. Shumë mirë që e gjeni vullnetin ende për
mu marrë me sport, e gjithashtu kjo, për besoj edhe ju marrë në formë. Po, faktikisht, e vërtet është që sportistat e kanë jetë pak ma të shëndoshme, thonë në aspektin, se merren me sport edhe gjitha ato pozitive, se edhe nëse punon, kur je dalë në sport, i hupa ato problemet, ato stresin që ke pas gjatë. Po, mendoni që ndikon sporti shumë mirë stres, po. Edhe në shëndetin dhe edhe shëndetin, po. Se ka njërë psikologjike, për shembull të une. Po juve, çka ju ka ndihmu, për shembull? Mu më ka ndihmu shumë. Spari, kom arrit diçka që ndoshta se kom mendu, në bazë sportit, kom arrit me dalë në shtetet jashtme, me marrë, më thonë, ato me lujt çdo ekip në Gjermani, Ligë 2, më thonë, në Gjermani s'kom lujt profesionale, atër në Luxemburg, kishë është një të madhe, ka lëvizje, do më thonë, për shtetën, për këtë botën, shkon një handball. Viziton vendet, po. Edhe plus, që është shëndetshme. Sporti shëndetshëm është. Edhe mbi gjitha shëndet, si për fizikon, ashtu edhe për mendjen. Po, për mendjen, po. Çdo rast, po. E përmende që tash shumë afër në Finland, këme qenë ndeshja e parë. Ju duhet shumë përgatitje për një ndeshje? Për fat keq, ish duhet më shumë përgatitje, por nuk e kemë atë mundësi në Kosovë, si thashë më parë, kemë shumë vajza nga diaspora. Ato kanë obligime ekipore, edhe nuk i lejon ekipa, dhe më thonë, po është aja java e AEF-it që këtë thonë këtë, është java e handballit, që i lejon, e ka detyruar ekipe me leju për marrë për Kosovën. E nuk kemë mundësi që shumë bashkue me bo stërvitje, po 3-4 ditë për para, edhe u thonë, sikur çdo ekip tjetër, so jo vetëm në Kosovën, po çdo ekip tjetër nuk e ka atë mundësi, domethënë ndoshta mbledh shumë para përgatitje për ndeshje që janë vendimtare. Ndërsa në sportin e handballit, Kosova që shëndron me infrastrukturë, se përmendet që ka dhe salla, po a janë të mira? Sallat deri diku janë të përshtatshme, domethënë, po më mendojnë tash se për të lojrat mediterane pak në infrastruktura do të ndërtohet ma shumë, se është nevoja. Po, shkurt, se cili fshat që thonë atë në për jashtë është ka nevojë për një hallë sportive, ku rinia mos ecën rrugë, po do të fusën në sport. Të angazhohen në atë aspektin sa më shumë të treken nga rruga, po të vinë për sportive, se është, si thamë më parë, e shëndetshme, edhe nga fizika, edhe nga mendimi, për të gjitha atë. Ju mazëve që jetoni në Luksemburg, po besoj dhe shumë ide bini prej shteteve europiane që ju ka radhe me vizitu, që me i pasë në Kosovë. E vërtet, më thonë ka ide shumica, atje shumë herët ja fillojnë me trinë, më thonë shkolla, shumë herët më thonë edhe me çdo sportin ndajnë gjatë shkollimit shkollës fillore, dhe më thonë përës pej 5 vjeçare, 6 vjeçare, ja fillojnë dhe më thonë angazhime në për ekipe, dhe ja fillojnë shumë herët me pupilis, i thonë ata, dhe më thonë të bebat, faktikisht pupilis i thonë atë jashtë, që të bebat ja fillojnë me sport. Që sa të godit t'japë një orientim. Po shkon, ja fillojnë me sporte globale, atërë të shindar me pru edhe në Kosovë, që me fillun të shta prej 3, prej 2 vegjel me marrë me sportin, prind me qenë ma të vedishëm që fëmijën e tyre me qunë sport. E vërtet, në më thonë që unë mundona për ata dhe komarë të ndimoj sa ma shumë shtetit tim, çdo pyetje, çdo kërkes, çdo që muna me ndimu dikun, jam shumë i përgatitur, po i hapur për këto çdo gjana. Kom dhonë ide, disa e kem tash idenë, si thash edhe për këto vajza shkollare, edhe si të moshkët, si të vajzat, po fillojmë një farë ndërshkollor, një farë ekipe me bo femrore, ma shkollore që me pas mundësi me lujt, mja fillu dhe me thonë sa më herët handballin Kosovë. Ndërsa, për shembull, kushdo që ka qef tashmë me pru fëmijën e vet, me regjistru në handball, qoftë djem apo vajza, në kategorinë djem apo vajza, qysh duhet me plotësu ndonjë pyetësor, apo duhet vetëm me u shkryt në faqe dhe me ardhë në... Vetëm me shku në faqe dhe me shku aty, domethënë, te ekipi, qytetit, se qyteti ka ekipit e vetë, edhe më paraqit, edhe kam dëshirë që vajza em, edhe besoj që janë mirëseardhën, çdo i ri që e ka atë pasion të lunë në bollë, është mirëseardhën. E federata si federatë, ne po bëjmë shumë, që sa më shumë rinin të bim në sallë. Federata e Kosovës në handball, po, që sa vite tashmë janë bo që ekziston? Ka shumë vite që federata ekziston, po tash jena pranu mas luftë, jena pranu si federatë
oficiale domethënë nga shtetet evropiane, diçka shumë vite që federata ekziston që vite më herët. Më kujtohet që edhe për shembull kur jemi kanë të vegjël para shtëpisë, para banesave, ka që e kemi luajt këtë sport edhe me shoqni. Edhe po besoj që shumë kush edhe i din pak a shumë rregullat, po normal krejt ndryshe është kur luhet profesionalisht. Po u luajt më përpara shëllën atë në me 2 xhamive, e thonë e loja Mes 2 zjarmash. Me 2 zjarma, se e shumë. Po. Ajo është në atë aspekt një drejtim të handballit. Se gjujtin e ka, domethënë, shqetësimin e ka pas atë drejtimin. Shumica më herët u lut e vërtet që ka lut rinia ka qenë gjithë jashtë. Edhe çdo sport e ka marrë parasysh. Po futboll, basketboll, handball, ka pas diçka gjithë lidhje me sport. Edhe rinia në atë kohë janë kom shumë më, domethënë, të rrjedhur edhe kanë pas janë konë, si thojmë ato, janë konë ma të përgatitur për një sport. Po, ma të përgatitur. Për një sport. Për thonë, kam pas të gjitha ato pozitivitetin për sport. Për thonë, ato që është nevoja një sportist me pas. Lëvizimëria, koordinimi, të gjitha i kam pas. Që që thonë ati për para, i hypë për mini gardë, me vjen një mollë, e tash, ma me në Sirinia nuk e bojnë ato, po shqyqojnë. është shumë e vërtet. Unë po e kujtoj vetë fëmirin tam, për shambull nuk ka pas pëmës e shpi që s'kom hypë, ose ndë një loj që nuk e kemi lujt me shoqnin, a qofë me zyzjarë, ma shë përmende, ose edhe volejbol, edhe këto sportet e tjera. Edhe për një me kemi qenë ma të përgatitur kështu për sporte, ndërsa tash ndoshta e ka bo dhe teknologjia të vetër. E vërtet. Për fatkesh, po tash po mundohem me disa projekte shumë të mëdha që bën federata, po mundohem sa më shumë të angazhohen. Edhe që është edhe shumë është nevojshme rinia sa më shumë të futen në për sport e jo të jesin me telefon dorë. Pas kësaj ndeshje edhe ndeshjes së kthimet, çka do të ketë tjetër nga handballi në kategorinë e femrave? Na, domethënë, këto 2 ndeshje me një peshë të madhe për Kosovën. Na jemi një grup me 2 ekipe shumë më të forta se ne, Franca dhe Kroacia, po këshirim me gjetë mundësin kundër Finlandës, se në radhitjen e grupore të jemi sa më para se ato. Se ka mundësi si vend i tretë dhe të paraqitëm kampionat evropian, nëse po është më nësi këto 2 ndeshje të bëjmë në anën pozitive për neve, dhe me thonë të rezultat sa më të mirë. Në basë këty në lojë garave, nëse bëjmë rezultate mirë, në presin edhe në mujnë predh Franca, që do të vjen këtu si kampion botëror, edhe të luajna me Kroacin, të 2 ndeshje. Eto që ja fillojnë ato procedurat tjera, dhe me thonë se kena gara gjatë verës të vajzat ma të reja, që janë, dhe me thonë, që marrin pjesë çdo garë evropiane, shpresojmë që do të shkojmë ma tutje. Jena në zhëve me sipër. Po, neve nuk në ambetet kur gjë tjetër veç me ju shumë sukses, e? Shumë faleminderit. Faleminderit që vazhdoni me prezantu Kosovën në mënyrë më të mundshme në sport, se sa i përket sportit Kosova e dim që njihet kështu botërisht nga sporti edhe për smiri. Faleminderit shumë edhe për këtë intervistë këndshme që ardhët sot #gjesi, edhe po besoj që na kemi mu pa dhe hirave tjera kurdo që keni ndeshje të tjera edhe të reja na kemi mu pa prapë. Shumë faleminderit edhe ju, faleminderit për provomimin që be boni për handball,